me sa pa vënë re, po dhe tifozët e dinë që ai ishte ndër 2 ose 3 lojtarët më të dashur për tifozët, për shkakun sepse ai përcillte pozitivitet të lojtarët, të tifozët, tregonte atë grintën që du të kesh si lojtar, pa i hequr askujt merita, por edhe gjatë jashtë fushë ai ndalonte, fliste me kishte komunikim tifozët, me njerëzit, nuk është se ishte njeri për shembull që ishte mendje madh. Gjithmonë kur i kërkonin foto, kur i kërkonin fanella, ai gjithmonë çdo ndeshje nga 2 ose nga 3 fanella i bante rezervë që t'ia ikte tifozëve, sepse i thoja mos jo se e jepë si këshill, po thoja Fation, kujdes, se kupton, sepse janë ca politika të klubit që do t'i respektosh, po thoshte nuk mundem, thoshte kur ma t'i kërkon tifozit, thoshte që s'mund t'i them jo, e kupton. Pra kishte edhe një tendencë për të qenë i mirë gjithkohës me të gjitha dhe për të, le të themi, për ndritur atë emrin e tij të vetin dhe duket sikur gjithçka ka qenë e shkruar ashtu. Njerëzit e mirë do gjithmonë zoti pranë vetes, nuk di. Romario, ke ndonjë peng në lidhje me tani që flasim ëndër. Si? Ke ndonjë peng në lidhje me Fationin? Një peng me lidhje me Fationin, po, kam pasur peng të lozja njerë me të, po s'më ra rastit. Që të luanit. Po, sepse angazhimet në futboll të tij nuk arritën. Në fakt, pa diskutim, të dy djem shumë të rinj, edhe ai në të njëjtën kohë ka ikur larguar në një moshë që është vërtet keqardhje madhe dhe ka pasur pafund gjëra për të bërë në jetën e tij, dhe vetëm edhe me ty edhe me familjarët, që kështu pa diskutim. Është mungesë e madhe dhe humbje e madhe. Dhe unë me të vërtet dua që të them sërish faleminderit që ti gjete forcën për ta ndarë përjetimin edhe të humbjes së shokut tënd të ngushtë dhe në të njëjtën kohë shumë përqafime edhe për familjarët e Fationit. Përqafime për të gjithë, Romario, faleminderit. Patjetër, Romario. Lejoni vetëm një falënderim në fundit. Patjetër. I falenderoj gjithë pjesëmarrësit, gjithë ata që na kanë ngushëlluar këtë kohë për Fationin, ekipin e Elbasanit, gjithë ekipet që i ka lozur, stafin teknik, presidentët, lojtarët, bashkëlojtarët, ish-lojtarët, shokët, miq, dashamirë. Do mundohemi shumë që ta kalojmë të pjesë pavarësisht se Fationi kishte një tarme shumë të madhe përpara. Të drejtën ishte i kërkuar nga shumë klube në të ardhmen, por nuk arriti do që ta përmbushë si ëndë. Ndjes sepse më kujtove pikërisht këtë pjesë sepse më humbi, doja të pyesja edhe për këtë gjë, që unë dija që të paktën me sa edhe kishim lexuar që Fationi mund të ikte nga Elbasani gjatë kësaj vere për të shkuar drejt një ekipi tjetër, pra për të patur një transferim. Nuk e di se sa e mundshme mund të ketë qenë dhe mbase kush mund të ketë qenë dhe një ekip që e kërkonte Fationin që mund të na thuash diçka në lidhje me këtë pjesë. Shikon, ai ishte përderisa ai kishte akoma edhe 3 vite, domethënë 2 vite tjera kontratë me Elbasanin. Ka normale si çdo futbollist ka dhe ofertat e veta, nuk bëhet fjalë. Nuk do të përmend klube për shkak të respektit klubit të Elbasanit, por ti them që ka qenë afër, ka qenë bisedime me një nga top 10 klubet e La Ligës. Okej. Vërtet. Pra, ka qenë afër me të, po gjithmonë ëndra ishte Elbasani, prioriteti ishte Elbasani, që të ndihmonte dhe të lindte gjithmonë figurë të mirë të Elbasanit.